Protesta e opozitës është shoqëruar me incidente të rënda dhe përplasje të dhunshme mes protestuesve dhe forcave të rendit. Situata u tensionua menjëherë pas përfundimit të fjalimit të kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha, ku drejt godinës së kryeministrisë u hodhën molotovët e parë dhe fishek zjarr të shumtë. Reagimi i forcave policore ishte i menjëhershëm, duke ndërhyrë me ujë me presion dhe gaz lotësjellës për të shpërndarë turmën e mbledhur në bulevard. Gjatë këtyre përplasjeve raportohet se është përdorur spraj me piper në drejtim të sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike Flamur Noka. Nga ana tjetër, lideri demokrat Sali Berisha hodhi akuza të forta ndaj efektivëve, duke i cilësuar ata si gangster me uniform që kanë përdorur granata ndaj qytetarëve. Përleshjet kanë lënë pas edhe disa persona të tjerë të lënduar, përfshirë deputetin e PD-s Luciano Boçi, po ashtu edhe gazetari e aktivisti Aulon Kalaja ka përfunduar në spital për të marrë ndihmë mjekësore pas lëndimeve të pësuara në shesh. Ndërkohë policia nisi shoqërimet e protestuesve në komisariate menjëherë pas hedhjes së lëndëve djegëse drejt institucioneve. Pas tensioneve para kryeministrisë, masa e protestuesve u zhvendos drejt godinës së parlamentit. Forca të shumta policore krijuan një kordon të fortë sigurie rreth institucionit, ndërsa situata mbeti e ndezur me përplasje dhe thirrje të vazhdueshme kundër qeverisë dhe një prezencë masive e gazit lotësjellës në rrugët kryesore të kryeqytetit.